Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 18 vjet burgim Endrit Nikën për vrasjen e shtetases argjentinase në fushë Kosovë. Aktgjykimi dënues u shpall në seancën e mbajtur sot, ndërsa i akuzuari ishte deklaruar i pafajshëm gjatë shqyrtimit gjyqësor me datën 28 maj të vitit të kaluar. Ndërkohë nëna e Argjentinases ka falenderuar institucionet e Kosovës për drejtësinë e vendosur për vajzën e saj. I akuzuari Endrit Nika është fajtor për veprën penale vrasje rënd nga 173 paragrafi 1.1.3 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Andaj gjykata në bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe të Kodit Procedurës Penale të Republikës Kosovës të akuzuarin Endrit Nika e gjykon me dënim me burgim kozgjate prej 18 vite, i cili dënim do të ekzekutohet nga dita kur aktgjykimet me formën e prerë. Në dënimin e shqiptuar me burgim të akuzuarit i llogaritet koha e kaluar në para burgim, duke llogaritur nga data 1/8/2023 tutje, të akuzuarit me akt vendim të veçantë i vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimi, por jo me shumë se dënimi shqiptuar në aktgjykim. Clarita tuvo justicia. Gracias, Kosovo. Gracias. Gracias. Clara e ka marrë drejtësinë dhe i falenderojmë të gjitha autoriteteve të Kosovës për këtë drejtësi. Dhe gjithë shoqërisë për mbështetjen që kemi marrë nga e gjithë shoqëria. Nunca la condena. Va a estar acorde. Kur nuk mund të dënohet aq sa meriton. E ndërkohë një seancë tjetër do të mbahet sot në gjykatën themelore në Prishtinë lidhur me sulmin e armatosur në Banjsk të Zveçanit. Para trupi gjykues do të paraqiten Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović, të cilët përballen me akuzat të rënda për përfshirje në ngjarjet e 24 shtatorit të vitit 2023. Në fshatin Banjsk, gjatë këtij sulmi mbeti i vrarë rështeri heroj Afrim Bunjaku, ndërsa disa zyrtar të tjerë policor u plagosën. Seanca gjyqësore është parapar të nisë në orën 13:15. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, me ftesë të presidentit amerikan Donald Trump, ka udhëtuar për në Washington DC, ku do të marrë pjesë në takimin inaugurues të bordit të paqes krahas liderëve botror. Takimi do të udhëhiqet nga presidenti i SBA-s dhe do të mbledh përfaqësues të disa shteteve, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë. Presidentja Osmani e ka vlerësuar përfshirjen e Kosovës në bordin e paqes si vend antar dhe bashkëthemelues si një nga zhvillimet më të rëndësishme të politikës së jashtme të vendit në vitet e fundit, duke theksuar se ky hap e fuqizon drejt për drejt subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Sipas ftesës së publikuar nga Osmani, takimi inaugurues i bordit të paqes do të mbahet sot në Washington. Kjo do të jetë hera e parë që bordi i paqes mblidhet që nga ceremonia e nënshkrimit për themelimin e tij në Forumin Ekonomik Botëror në Davos muajin e kaluar. Kërkesa e zyres kombëtare të auditimit për buxhet shtesë në vlerën prej 654.000 eurosh nga shuma e përgjithshme e paraparë në projekt ligjin për buxhet, nuk ka kaluar në Komisionin Parlamentar për mbikëqyrjen e financave. Drejtori i përgjithshëm i këtij institucioni, Safet Berisha, tha se kërkesa lidhet me planifikimin për rekrutimin e stafit shtesë, si dhe me nevojën për mjete përmallura dhe shërbime, shpenzime komunale dhe investime kapitale. Antarët e komisionit nga radhët e lëvizjes vendosje kërkuan që në këtë fazë të mos bëhen ndryshime në buxhet, duke theksuar se kërkesat e institucioneve publike mund të përfshihen gjatë rishikimit buxhetor muajin e ardhshëm. Mirëpo këtë e kundërshtuan deputet të opozitës. PDK dhe LDK kërkuan që sot të miratohet kërkesa e zyres kombëtare të auditimit, por ajo nuk u miratua pasi u votua me 3 vota për, 5 kundër dhe 1 abstenim. Vazhdojmë të edicion të lajmeve me informacione nga sporti. Trepça fitoi Kupën e Kosovës për herë të 5 radhazi, duke mposhtur Bashkimin me rezultat 91-72 në finale.
Trepça e ka vazhduar dominimin e plot në garën për Kupën e Kosovës në basketbol, duke e fituar finalen ndaj Bashkimit me rezultat bindës 91-72. Pjesa pare finales në Rahovec ishte e fortë dhe e barabartë. Qereku i parë përfundoi 19-16 për Bashkimin, derisa qereku i dytë i takoi ekipit Mitrovicas me rezultat 27-22. Kështu skuadrat në pushim shkuan me rezultatin 43-41 në të mirë të Trepçës. Skuadra e Adis Beqiragic shkëlqeu në qerekun e tretë, të cilin e fitoi 22-12, ku pas 30 minutave rezultati ishte 65-53. Ndërkohë, qereku i katërt ishte thujase formalitet. Nxehtëtarët mbajtën tërë kohën e përsi prej rreth 20 pikëve për fitore bindëse në fund. Mustafa Amzil shkëlqeu te Trepça me 22 pikë e 12 kërcime. Akili Winning i realizoi 20 pikë, 6 asistime e 3 kërcime, kurse Jackery Payne i realizoi 13 pikë e 10 asistime. Te Bashkimi loj pak më të mirë kishte Lejson Zeqiri me 19 pikë, derisa Iken Nuamu i realizoi 16 pikë e 7 kërcime. Skuadra Mitrovicase ka tani 9 trofe të kupës, ndërkohë Bashkimi mbetet me kupën e vetme të fituar në vitin 2001. Në finale, ekipi Prizrenas është mposhtur për herë të 9. Bashkimi e humbi finalen edhe vitin e kaluar nga Trepça. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, takohemi në edicion në orës 13. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.